Letë me qenë bashkë, edhe letë është me projektu diçka, edhe letë është me qenë kundër diçkafit. E po, qeveria kërkon tjetër lloj aftësish, cilat qeverit e kryeministrit tanishëm nuk e kanë pas. Qitën e mirë. Faktikisht, unë para 2 vjetëve kom thonë Albini e ka qeverin mediokre, standard mediokr balkanik. Që ka qenë qeveria Kurti 2, po më du, një a 2. Se plotu bëna, dyshi, po. Edhe nuk po ecë për para. Tash, në konstant Kosova ka problem që nuk i njerëz të pushtetshëm, nuk i marrin njerëz më të mirë me i vendosën pozita cilat duhet. Pik. Shumë thjesht, edhe për ato na kolektivisht vujmë. Po ku dallimi? Përpara kur unë kom qenë i angazhuar politik, paktën te kjo pjesa opozitare ka pas shpresë. Edhe njerëz, tash unë po flas se unë kom qenë opozit, njerëz kanë pas shpresë që mund të diçka me ndryshu, sot as që mendon dikush për shpresë, as që mendon dikush për të ardhmen, sot votojnë me inat, me mllef edhe me urrejtje. Tash më po vjen shumë keq. Kjo nuk o politika inati, mlefi, urrejtja. Nuk është. Sidomos jo me i dhonë zjerm kur jenë pushtet. Sepse jemi mundu edhe me qeverit e kalume, me i moderu. Arë që ashtu? Etash, në qitë pikë të sodit, unë e kom vrejtje që 3 partit, cilin e kom thonë disarë, po e thome dhe tash. Të me thonë, për pjektet edhe suksesin e asaj dekadës të kalume, që në lista zgjedhore me pas njerës që s'kan kur fa rasti në gjykat, apo kur fa njollë hiq, tash në për 7 qershor i shohim vetvendosjen PDK-n dhe LDK-n, që kanë ra provim, sepse i kanë rikandidu njerëz që kemi pa që i kanë vjedh votat me 28 dhjetor. Tash, këtu partit, apo leadershipet e partive, kanë rapi provimit. Për mu, çka është ajo, ma e dhimbshmja, është që me 7 qershor, populli jon ka me dhanë rapi provimit. A dim pse? Se 5 pare si jep që është dikush një kandidat me votat vjedhta në listë, edhe 80